Pas humbjes së javës së parë në transfert me luzin 2008, faza e dytë e kampionatit kombëtar të kategorisë së dytë për klubin e futbollit Shiroka ka vjuar me 3 fitore rradhazi, 9-0 ndaj Adriatik në shtëpi, 1-2 dhe 0-3 në transfert ndaj Veleçikut dhe Naftëtarit. Kjo e fundit ndaj Kuçovarëve në kuadrin e javës së 15 të grupit A ishte një rëndësi e veçantë pasi e mbajti Shirokën në vend të dytë duke i bërë presion Beslidhjes që kryeson me 4 pikë më shumë në renditje. Dy nga 3 golat e kësaj ndeshje u shënuan në pjesën e parë ku fillimisht ishte Anderson Filipi që tund e portierit vendas Idi Amin në minutën e 23. Një minutë para se të mbyllej pjesa e parë është kapiteni Erion Vucaj që dyfishon rezultatin duke bërë që dhomat e zhveshjes skuadra të shkojnë me këtë rezultat favorizues 0-2. Për të garantuar fitoren e 3 pikëve, italiani i pankinës së Shirokës Bonazzoli udhëzon futbollistët për të vijuar lojën sulmuese dhe goli i tretë nuk vonon të vijë në të 53 minutë me Olamide. Megjithë përpjekjet e vendasve për të shkurtuar diferencën, minutat në vijim administron mirë nga Shirokasit duke bërë që e gjithë ndeshja të mbyllet 0-3. Në ndeshjet e tjera të grupit A ku luan Shiroka, Lezhjanat e Beslidhjes, drejtuar nga shkodrani Elvis Plori, fituan 0-2 ndaj Gramshit, duke kryesuar me 36 pikë, 4 më shumë se Shiroka dhe 6 nga Sopoti i vendit të tretë. Një sfidë interesante ishte dhe ajo e luajtur në Puk mes Tërbunit dhe Veleçikut, dy skuadrat e pozicionuar në mesin e tabelës, përfundoi me fitoren e Pukjanëve 4-3 duke i çuar në kotre 17 pikëve, vetëm 1 pikë larg luzit të vendit të 6.